Nisma së Bashkisë së Tiranës adoptoi një çerdhe i bashkuar dhe Alfa Bank, e cila ka mbuluar të gjitha shpenzimet për rikonstruksionin e çerdhes Zërat e Jetës. Inaugurimi i rikonstruksionit të kësaj çerdhe ka bërë bashkë drejtorin e përgjithshëm të Alfa Bank, Periklis Drogkas, dhe kryebashkiakun Erion Veliaj. Drogkas u shpreh i gëzuar për kontributin që Alfa Bank ka dhënë në këtë çerdhe dhe theksoi se banka ka qenë gjithmonë në shërbim të komunitetit dhe do të vazhdojë të mbështesë shumë projekte. Jemi krenar për faktin që jemi këtu sot dhe jemi po ashtu krenar që të shohim fytyrat e gëzuara të fëmijëve. Jemi të gëzuar që jemi pjesë e këtij ekipi që bashkë me bashkinë të kontribojmë për të bërë më të mirë jetën e qytetarëve dhe veçmas të fëmijëve. Aktiviteti ynë ka qenë gjithnjë në shërbim të komunitetit dhe ne do të vijojmë të mbështesim projekte që kanë si qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit. Kryebashkiaku Erion Veliaj u shpreh se Alfa Bank ka bërë një punë të shkëlqyer dhe nga inspektimi ka rezultuar se puna është ndjekur me përpikmëri. Në çerdhen Zërat e Jetës, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dhe drejtori i përgjithshëm i Alfa Bank Periklis Drogkas shpërndan dhurata për të vegjëlit që janë pjesë e kësaj çerdheje. Edhe këtë herë Alfa Bank ka dhënë kontributin e saj duke garantuar cilësi në shërbimin ndaj qytetarëve dhe përgjegjësi në projektet e marra përsipër. Alfa Bank është një nga bankat më të rëndësishme në vend, e cila ju bashkua thirrjes qytetare adoptoi një çerdhe.